Kisha pas qef me diskutu pak për librin që është botu në vitin 2001 në gjuhën spanjolle, në Spanjë. Është editu prej juve me një parathanje për mbledhje e shkrimeve të personaliteteve më të rëndësishme të Kosovës së viteve 90-ta, të fillu prej Femi Aganit, Mahmut Bakallit, Gani Bobit, Adem Demaçit, Zejnullah Grudës, Mehmet Krajës, Muhamedin Kullashit, Shkelzen Maliqit, Veton Surojit, Gazmen Zajmit e kështu me radhë. Cili ka qenë qëllimi i këtij libri? Pse ky libër edhe sa u realizu ky qëllim? Ky libër ka qenë për shkak se është në parathonje, është një proverb spanjoll, ai që nuk ka gjuhë tjera kanë me dënue. Kështu që keshëm nevojë na për një prezencë tonë, që na thonë, jo vetëm si viktima, po edhe si persona që reflektojnë. Spanjollët në përgjithësi në botën perëndimore s'kishin shumë një ide për intelektualët kosovarë se çka u folë, çka s'është folë, edhe shpesh ish kjo fjalia e zakonshme, pse nuk keni bisedu, pse nuk keni diskutu për këtë çështje para se me ardhë konflikti. E do isha me dokumentu me këtë libër që na kemi folë, pej 89-ës, tej 99-ës, tej mos këshëm çka me folë në atë moment. Se o kryt folën. Edhe ishë një farë mënyre që me thonë që na kemi folë, për tashma për kjo temë është mbyllë një farë mënyre. Masën edhe kjo një farë parathonje që ka, se une jetëshën atë kohë jetëshën në Spanjë, atje kom fillu me jetu pej 94-ës, 91-ën veç pak a shumë, 94-ën të jemë vendosë, këtu që ishin disa vjetë, grune kisha spanjolle, jetëshën mjedi spanjolle, dhe s'kisha problem me gjuhë, zakonisht kam gjinda mirë për gjuhë. Ama, kur deshta me reague në fillim të konfliktit, kur deshta me reague me një letër editori, që prapsa para peshte rëndësishme, se është El Pais, pa që mundash një mja grus, edhe e kisha problem se gjuha jam është gjuha e përditshme. Nuk është njëjtë si me fol, me komuniku me miq në për kafe ose në për naja, e me shkru për një gazetë serioze. Kështu që unë... S'ka pas kur gjë të shkru me në vitet e 90-ta, kush ka qenë, shme thonë, zani jo në botën spanjollë? Në botën spanjollë s'ka pas kërkush, thjesht, s'ka pas kërkush. Absolutisht kërkush? Jo, ka pas prezenca shqiptare në shqiptare në përgjithësi edhe Shqipënisë edhe Kosovës, u kanë shumë e vogël.